أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فالندريم dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu salatë dhe selam të qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Javën e kaluar folëm disa fjalë rreth temës se identiteti I muslimanit është akidja e tij dhe jo diçka tjetër. Sot do të flasim disa fjalë prej librit Vazhdim tema nga libri Shenjat në rrugë të Sejid Kutbit Allahu a mëshiroft. Një prej tematikave që e përmend në këtë libër thot gjilun Kur'aniyun Ferid, gjenerat Kur'anore e veçantë, gjenerata e Kur'anit mirë po e veçantë. Thot hunaka zahiratun tarikhiyyatun yanbaghi an yaqif amamaha ashabu da'wati al-islamiyyati fi kulli ardin wa fi kulli zaman wa an yaqifu amamaha tawila ذلك بأنها ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها. Thot ekziston një dukuri historike para të së cilës duhet të qëndrojnë thirrsat në rrugën e Allahut në çdo vend dhe në çdo kohë. Të qëndrojnë para kësaj dukurie historike gjatë. Për shkak se kjo dukuri ka pas ndikim të madh në metodologjinë e davetit dhe drejtimin e saj. لقد خرجت هذه الدعوة جيلا من الناس جيل الصحابة رضوان الله عليهم جيلا مميزا في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه. Ky davet, kjo thirrje e ka nxjerr një gjenerat prej njerëzve, gjeneratën e sahabëve radhiyallahu anhum ajma'in, një gjenerat e veçantë në historinë islame komplet dhe në historinë e njerëzimit komplet. Thumma lam ta'ud takhruju hadha at-taraz marratan ukhra. Dhe një kësilloj grupi, një kësilloj xhamati nuk u përsërit më në histori. Po thot, ko pas kohe kanë ekzistu njerëz që kanë qenë të ngjajshëm me ata. Mirë po, kështu si ishin ata, si gjenerate, nuk është përsërit në historinë islame. Pastaj thot, Kur'ani I këtij daveti është prezent në mesin tonë. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I këtij daveti dhe historia e tij është prezent në mesin tonë. Ashtu sikur ishte prezent te gjenerata e parë. Alladhi lam yatakarrar fi at-tarikh wa lam yaghib illa shakhs Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa hal hadha huwa as-sirr? Thot Kur'ani është mesin tonë. Kur'ani është I njëjtë. Atë Kur'an që e ka lexuar sahabët edhe na lexojmë, të njëjtë. Hadithet që I kanë lexuar sahabët, që I kanë dëgjuar sahabët,
të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, historia praktike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në mesin e tyre dhe është në mesin tonë. Në detale janë tregu historia praktike nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri te na. Thot, ajo e cila nuk është përsërit në histori është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk është prezent në mesin tonë sallallahu alaihi wasallam. Allah në mundësof të pijmë prej dorës së tij në gjykimit, dhe të jemi prej grupit të tij, dhe të jemi prej atyre të cilëve nuk do të thuhet largohuni, po të jemi besnik ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë kjo nuk është përsërit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë prezent tek gjenerata e parë dhe nuk ka qenë prezent pastaj në gjenerata tjera. Fa hal hadha huwa sir? Thotë a mos vallë, këtu është sekreti. A mos më shifet rezultati, bereqeti i gjeratës së parë tek prezenca e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot hoxha, لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للناس كافة. Thot, nëse themi në mënyrë të prerë që sekreti është tek prezenca fizike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ngritjen dhe vazhdimin e kësaj thirrje, në vjeljen e fryteve të kësaj thirrje, thot ma ja'alaha Allahu da'watan lin-nasi kafa. Thot atëherë Allahu s'kish më bë këtë davet për krejt njerëzit. Kish më bë veç për gjeneratën e parë, se nuk është gjallë pejgamberi islam, dhe si e tillë nuk vlen pastaj për tjerë. Po Allahu xhelaluhu këtë thirrje ka bë thirrje për këtë njerëzimin. Pa dallim vendi, pa dallim kohe, pa dallim nacionaliteti, e ka bë për krejt. Është thirrje për krejt njerëzimin. Thot, dhe për shkak kësaj na themi se nuk është sekreti tek prezenca fizike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse e ka pas ndikimin e vet. Nëse sekreti është prezenca fizike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allah s'kish më bë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vull të pejgamberisë. Kish më lënë pejgamber tjerë. Kish më lënë pejgamber tjerë. Wa ma wakkala ilayha amra an-nas fi hadhihi al-ard ila akhir az-zaman. Dhe s'kish me alan në dorën e këtij pejgamberi dhe në dorën e kësaj thirrje çështjen e njerëzve në tokë deri në fund të kohës. Thot përkundrazi, Allahu e mor përsipër mbrojtjen e fesë. Than Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na e kemi zbrit Kur'anin, na kena me rujt Kur'anin. وعلم أن هذه دعوة يمكن أن تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تؤتى ثمارها فاختاره إلى جواره بعد 23 عاما من الرسالة وابقى هذا الدين من بعده إلى آخر زمان. وإذن فإن غيبة الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسير تلك الظاهرة ولا تعللها. Thot, Allahu e dinte se kjo thirrje mundet të ngritet dhe të vazhdon edhe pa prezencën fizike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mundet me i dhon frytet e saj edhe pas tij. Për këtë shkak Allahu xhelaluhu zgjodhi që pas 23 viteve të pejgamberisë së tij sallallahu alaihi wasallam ta merrte vetja, të vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të vazhdon kjo fe deri në kiamet. Domethënë, prezenca fizike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë dukuri historike që ka ndodhur, që s'ka qenë më herët dhe s'ka më ndodhur pastaj, nuk është tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot hoxha, فلنبحث إذن وراء سبب آخر. Thot atëherë le të kërkojmë ndonjë shkak tjetër. لننظر في النبع الذي كان يستقى منه هذا الجيل الأول فلعل شيء قد تغير فيه ولننظر في المنهج الذي تخرجوا عليه فلعل شيء قد تغير فيه كذلك. Thot ta shohna burimin, ta shohim burimin prej ku ata kanë marrë, gjerata e parë kanë marrë, mos ka ndryshuar diçka. Mos ka ndryshuar diçka.
apo të shohim në metodologjinë prej të cilës ata kanë dalë, mos ka ndryshu diçka edhe aty. E para, kana an-nab'u al-awwal alladhi istaqa minhu dhalika al-jil huwa an-nab'u al-Qur'an. Burimi nga ku ata e kanë shuajtur etjen, apo nga ku ata kanë pi, apo ku ata janë bazu, gjenerata e parë ishte burimi i Kur'anit, el-Qur'anu wahde, dhe vetëm Kur'ani, kur gjë tjetër. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë vazhdimëria e Kur'anit, shpjegimi i Kur'anit, nuk është diçka tjetër. Është edhe ajo shpallje. Pra burimin kryesor dhe të vetëm ku janë bazu gjenerata e parë, gjenerata e shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë Kur'ani. Për këtë shkak kur është pyet Aisha radhiyallahu anha, kejfe kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, si ishte morali i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, tha kana khuluquhu al-Qur'an. Morali i tij ka qenë Kur'ani. Suneti s'ka qenë. Kur thuhet Kur'ani edhe Suneti kuptohet, se ajo është shpallje nga ana Allah subhanahu wa taala me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, sekreti, një prej sekreteve kryesore të bereqetit, të rezultatit që arritën gjenerata e parë, arritën në atë gradë që s'ka pas gjeneratë sikur ata në histori, as më herët as pas tyre. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Tha gjenerata më e mirë është gjenerata ime. Pra sahabët janë më të mirë pas pejgamberëve si gjeneratë në histori të njerëzimit, prej të Ademi alayhis salam deri në kiamet, janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, dietarët e muslimanëve janë mundu në maksimum në detalet nga jeta e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të transmetojnë neve. Pse? Me shpresë që na t'i pasojmë ato detale nga jeta e tyre të bëjmë skurta. Edhe pse nuk i arrim ata, po të mundohemi të jemi në rrugën e tyre. Pse se s'ka pasur ata. Edhe është rujt feja, janë rujt transmetimet, hadithet, ajetet, shpjegimet e haditheve, shpjegimet e ajeteve, historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, historia e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, luftrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, luftrat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në detale vëzni. Në detaj. Pse? Me shpresë që të bëhemi edhe nas për ata. Se ka qenë gjerata e veçantë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjerata më e mirë është gjerata ime. Pastaj ata që vijnë pas, pra gjerata e tabeinëve. Pastaj ata që vijnë pas, gjerata e pasuesve të tabeinëve. 3 gjeneratat e para. Me pajtim të këtë dietarëve janë gjeratat më të mira. Ka dyshim transmetuesi a është përmend e 4-ta apo jo? A është përmend gjerata e 4 apo jo? Ama 3 të parat janë gjeratat më të mira. Të argumentuara me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, ishte Kur'ani dhe vetëm Kur'ani burimi ku ato ktheheshin dhe u mjaftuan vetëm me Kur'anin. Thot, wa lam yakun dhalika kadhalika li'annahu lam yakun lil-bashariyati yawmaha hadara. Dikush ka më thon, po ndoshta sahabët janë mjaftu vetëm me Kur'anin për shkak se s'ka pas qytetërime në atë vakt. Edhe në histori, edhe në historinë e për shkollat kur e mësojnë ana, e periudha kohore e zonë periudha e prepandatorisë. Periudha e errët e njerëzimit. Në fakt nuk është ashtu. Ata e quajnë kështu për shkak se atëherë kanë bizotruar Islamin. Po në kohën kur erdhi Kur'ani, dikush ka më thonë po, tamam Kur'ani se s'ka shohë pas diçka tjetër. S'ka qenë jeta sikur nivelet që jetojnë ana sot, thot Said Qutbi. Thot në atë kohë mund të dikush me thonë që s'ka pas qytetërim, s'ka pas kulturë, s'ka pas diturie, s'ka pas libra, s'ka pas mësime, s'ka pas studime,
kanë qenë prapambetur. Më thotë nuk është ashtu. Faqad kana hunaka hadaratu ruman wa thaqafatuha. Thotë në atë kohë ka ekzistuar qytetërimi romak dhe kulturat e tyre. Kanë ekzistuar librat, kanë ekzistuar ligjet e romakëve. Ligjet që sot I ka perëndimi të bazuara në ligjet që kanë qenë tek romakët në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shikojmë cek në ciklin e ligjëratave rreth hakimijes. Se prej atje burojnë. To janë veç vazhdim I ligjeve të para që ata I kanë vendosur. Thotë kanë pas libra, kanë pas ligje, kanë pas studime. Thotë ka ekzistuar qytetërimi I grekëve, filozofia e tyre, ka ekzistuar qytetërimi I persianëve, arti I tyre, poezia, besimet e tyre, gjykimet, sistemet, ligjet, edhe qytetërime tjera. S'ka qenë ignorancë totale në këtë aspekt. Në këtë aspekt. Kanë pas libra, kanë pas qytetërim, kanë pas ecje përpara. Po pejgamberi sallallahu sahabët janë mjaftuar vetëm me Kur'an. Deri në çfarë grade pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mundu që sahabët mos ndikohen prej burimeve tjera, po vetëm prej Kur'anit. Një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa dorën e Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu disa fletushka të Teuratit. Tha innahu wallahi law kana Musa hayyan bayna adhhurikum ma halla lahu illa an yattabi'ani. Tha pasha Allahin sikur të jetë gjallë Musai alayhis salam në mesin tuaj nuk kishte më pas drejt diçka tjetër jashtë atë pason. Pra u bën nervoz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse I pa fletushkat e Teuratit? Parandaj pa fletushka tjera dhe ti me ata pas e më argumentohet. Teurati zbritur nga ana Allahu subhanahu wa taala. Gadishti arabik ka qenë I rrethuar prej romakëve dhe persianëve. Romakë prej nal persian, prej verilindja dhe prej nga ana e Yemenit poshtë. Në mes në gadishti arabik kanë qenë krishterët dhe jehud. Qytetërime nga më të ndryshme. E pejgamberi sallallahu u fokusu që sahabët të mjaftohen vetëm me fjalën e Allahut. Dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وإذا كان فقد كان هناك قصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصر النبع الذي يستقى منه ذلك الجيل في فترة التكون الأولى على كتاب الله وحده. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur I tha kështu Musait alayhis salam, nuk e donte Teuratin. Jo, po libri I Allahut është Teurati. Mirë po, Kurani është vull e krejt librave. Vula e pejgamberisë. Thot e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte një qëllim pas kësaj. Kishte qëllim që sahabët fokusin ta kenë vetëm te Kurani dhe kërkun tjetër. Gjithçka të marrin veç prej Kuranit dhe jo prej dikun tjetër. Në fillimin e krijimit të këtij xhamati, pra xhamatit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, e më vonë ndodhen devijimet. Sahabët, ka fundi sahabët fillun do probleme me filozofiat, pasaj tabiint fillun më ushtu problemet, pasaj tabiint fillun më shumë më ushtu problemet. Kur ndodhen problemet në mënyrë oficiale ndodhen atë ditë kur fillun muslimat me I përkthy librat e grekëve. Këto ndodhen probleme. Se s'ju mjaftun bidatxhive, të devijumve, nuk ju mjaftoi Kurani për me kuptu fen, u dash me përkthy librat e krishterëve, jehudëve, grekëve, filozofinë e tyre, që nëpërmjet filozofisë së tyre ta kuptojnë Kur'anin. Nëpërmjet filozofisë së tyre ta kuptojnë historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe këtu ndodhi devijimi. Kur e kanë shirua Persin, kanë gjetë libra, dorëshkrime prej persianëve. Dhe I kanë shku Omer ibn Khattabit, çka më bën? Ka thonë djegni krejt. As kena mundë përfitu me subhanallahu. Po I marrim, I lexojmë, ato që kanë të mira I marrim, ato që kanë të këqija I hekim. A është kjo ajo filozofia e saktë? Jo, nuk është kjo. Ka thonë djegni, bolla kena Kur'anin. Na më thonë me Kur'anin. Ka pas atë.
poezi të mirë, ndoshta art, mësime, kalat që kanë ndërtu ata, rrugë që kanë ndërtu ata, edhe kështu me radhë. Ka thonë djegni. Pse mi djeg? Që më mjaftu veç me Kur'anin. Për shkak se në moment kur fillun më përkthy librat e të tjerëve, atëherë filloi devijimi dhe filloi këtë devijim dhe përçarën më shumë muslimanëve, që pasojat e asaj shohim sot që muslimanët nuk mundën të marrë kont me ecë përpara. وما من شك أن الاختلاط النبعي الأول كان عاملا أساسيا من عوامل ذلك الاختلاف البين بين الأجيال كلها وذلك الجيل المميز الفريد. Thot, përzidhja e burimeve ishte shkaku kryesor i përçarjes dhe kundërshtimeve që ndodhen mes gjeneratave dhe gjeneratës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, sekreti i dytë, sekreti i parë më në sekreti i parë që u ndërtu një gjenerat e veçantë ishte se ata u mjaftuan me fjalën e Allah dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse kjo mbajni mend në kohën tonë, kur ti thush ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk pranon diçka tjetër jashtë Kur'anit dhe Sunetit, akuzohesh se je shumë i thatë, shumë i prapambetur, shumë i lënt mazdore. Dush me ecë përpara, dush me ecë me kohën. Që ka qenë kështu edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, pa ata janë mjaftuar me fjalën e Allah dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne duhet të mjaftohemi me fjalën e Allah dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë thënë dietarët, nëse ke mundësi për çdo vepër që e bën, ta kesh me veti një transmetim prej gjeneratave të para, bane. Domethënë, për çdo vepër që e bën, ti jesh i bazuar në transmetim prej gjeneratave të para. Kjo çka tregon ty që ti fokus në ki krejtë atje të partë, që gjenerata e artë, a për fatë keq, nga të devijuarit, nga jo besimtarët, propaganda e madhe bëhet, ata kanë qenë të prapambetur, dhe skandit, dhe na sot dim. Jo, që se ke mundësi për çdo fjalë, për çdo vepër, të bazohesh në një transmetim prej selefit dhe proje. Sekreti i dytë, thot, hunake amilun esasiun akhar. E kemi edhe, thot, një sekret bas tjetër për pos të mjaftuarit me një burim dhe mos përzierja e burimeve. Ajo është ennehum fil gjilil ewel lem yakunu yaqra'un al-Qur'ana bi qasdi ath-thaqafati wal-ittila'. Thot, sekreti tjetër është se gjenerata e parë nuk e kanë lexuar Kur'anin për qëllim të kulturës, për qëllim të arsimimit vetëm me lexu, vetëm me pas informacione që kanë ndodhur më herët dhe pas informacione të përgjithshme. Thot, لم يكن أحدهم يلتقي القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد الثقافة. Thot, njëri prej tyre nuk ka shtu prej Kur'anit, nuk ka mësu dhe me shtu ajete hifz prej Kur'anit që të shton në bagazhin e tij prej kulturës. Vetëm për shkak të kulturës. Thot, dhe nuk ka mësu prej Kur'anit që të shton në bagazhin e tij vetëm diturit të fikut. Të ketë informacione, të ketë hadith dhe ajete. Kjo më qenë sot në zamanin tonë. Me mësu Kur'anin, veç çështën me mësu përmend. Ose me mësu e çka ka informacione mrejna. Ose me mësu hadithet, veç çka ka informacione në ta. Ose me shtu bagazhin e çështjeve të fikut në jetën tënde. Thot, innama kana يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته. يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه كما يتلقى الجندي في الميدان أمر اليوم ليعمل به فور تلقيه. تطبر كندرازه صحابة generata e parë e kanë mësu Kur'anin, e kanë dëgju Kur'anin që ta kuptojnë
me çka janë të obliguar në veten e tyre dhe me çka janë të obliguar në xhamatin e tyre. E kanë lexuar Kur'anin që të kuptojnë se si duhet me jetu jetën e tyre. E kanë lexuar Kur'anin që ta kuptojnë si duhet të jeton, si duhet të jetë jeta e xhamatit e grupës së tyre. Thot, e kanë lexuar Kur'anin, e kanë mësuar Kur'anin që t'i kuptojnë urdhrat dhe t'i veprojnë më njëherë. Që t'i kuptojnë urdhnat e Allahut dhe t'i veprojnë më njëherë. Ashtu sikur i ndëgjon urdhrat një ushtar prej komandantit të tij, i ndëgjon me vëmendje për t'i vepruar. Pse ushtari në mëngjes kur rreshtohen dhe merr urdhna prej anës së udhëheqësisë, dëgjoj me vëmendje mos të ikë diçka. Për kulturë vetëm, për art, për kulturë, për informacione. Veç me ditë, me u tregu pastaj gjëratave të ardhshme se çish ka urdhënua. Jo. Fillimisht për me ndëgju me vepru. Çka tjetë pastaj për art, tamam. Për kulturë, tamam. Për informacion, tamam. Ama ndëgjimin fillimisht e ka që ta ndëgjon mirë me çka është urdhënuar që ta vepron më njëherë. Kjo është qëllimi i parë. Dhe kjo ka qenë qëllimi i shohit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej këtu thot hoxha e kuptojmë pse ata si kanë mësuar ka 10 faqe Kur'an, po i kanë mësuar ka 10 ajete. Ka 10 ajete. Pse ka 10 ajete? Ku është sekreti i 10 ajeteve? Sekreti i 10 ajeteve është se ata i kanë mësuar 10 ajete për t'i vepruar. Jo për t'i treguar tjerëve që ka zonën e mirë. E lexon mirë, këndon mirë Kur'an, dhe është hafiz i Kur'anit, edhe kështu me radhë. S'ka ndash me shtu në depon bagazhin e tyre prej ajeteve që si kanë vepruar. Kjo është një sekret shumë rëndësishëm. Sot, hafizat Kur'anit kemi shumë, apo? Ama sa kemi asit që veprojnë me atë që është Kur'an? Allah pash. Sot, ata që e mbajnë hifz Kur'anin gjoksin e tyre, ka shumë. Ama sa prej tyre praktikisht e veprojnë Kur'anin njëtën e përditshme? Pak. Dhe këtu është sekreti. Sa ata janë ndërtu gradualisht, nga dal. Dhe për këtë shkak, edhe nuk ka zbrit Kur'ani me njëherë, gjumleten wahide. Tha Allah subhanahu wa ta'ala, wa Kur'anën farraqnahu li taqra'ahu ala nasi ala mukth, wa nazzalnahu tanzila. Tha dhe Kur'anin që na kena nda, që ka nda Allah, e ka zbrit Kur'anin si pas nevojave, ngjarjeve, që ka ndodhur gjatë jetës së përditshme të shohëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në krye pejgamberin sallallahu alaihi wasallam li taqra'ahu ala an-nas ala mukth, që tu lexosh njerëzve gradualisht ka dal wa nazzalnahu tanzila, dhe kemi zbrit ka dal. Ata kanë thonë, pse nuk vjen Kur'ani gjumleten wahide? Në një armë të vjerë, çish ka zbrit prej Lauhil Mahfuz në qiell në kësaj dunjaje, ashtu me zbrit më njerë në tokë. Si kur të kishte zbrit ashtu, s'kishim me pranua. Si kur të kish ardhur ndalesa e alkoolit prej fillim, rande kam pas me pranua. Ama pas do viteve, e kam pranua së problem. Dhe kjo argumenton se edukimi i gjeneratës bëhet gradualisht, nuk bëhet këtë me njëherë. Nuk bëhet këtë me njëherë. Edukimin e gjeneratës du të me bëhet qyshe ka eduku pejgamberit e sem gjeneratën. Qyshe ka eduku pejgamberit e sem gjeneratën e ti, ashtu edhe na me eduku gjeneratat tona, duke e pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë se të kutbe, inna hadha al-Qur'ana la yamnahu kunuzahu illa liman yukbilu alaihi bi hadha ar-ruh, ruh il-ma'rifati il-munshiati lil-amali. Thotë, ky Kur'an nuk jam mundson me nxjerr thesarin prej ti, pos një personi i cili e lexon, e merr këtë Kur'an me këtë shpirtin e njohjes e cila në vete ngërthen veprimin. Nuk mundet me nxjerr thesaret e Kur'anit, pos ai i cili e ka bën niyet me mësu për me punu. Edhe tash hinë histori muslimanëve, të dietarëve, edhe keni me pa këtë sekret.
keni me pa këtë sekret. Se janë veçu ata dietarë të cilët janë veçu ata dietarë duke nxjerrë thesare të çmuara prej fjalës Allah dhe fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata dietarë të cilët edhe kanë vepruar me Kur'anin, kanë punuar. Jo ata të cilët kanë mësu edhe pastaj kur ka qenë puna vepru, s'kanë vepruar. A ky prej tyre Ibn Taymija, Allahu më shëroft. Thot Ibn Kathiri, sot ndëgjova një prej hoxhallarëve për cilë një transmetim prej Ibn Kathirit, rahimahullahu taala, nxënësi i Ibn Taymijës. Thot Ibn Kathiri, më herët nuk kam prezantuar te Ibn Taymija ligjërata. Ibn Kathiri dietar. S'ka qenë nxënës i thjesht, dietar ka qenë. Thot, njëherë prezentova ligjërat në Dimeshq, thot, ma mor zemrën. Me ja mor zemrën Ibn Kathirit, dush begi burri madh me qenë. Me ja mor zemrën kujta qoftë prej avamit, prej popullatës, normal, e thjesht. Ama një dietarit me ja mor zemrën, kjo është puna e madhe. Thot, pas një periudhe, shkova me vizitu shtëpinë e tij. Duke u ngrit shkallëve, thot kur u futa, Ibn Kathiri thot i fola vetes time, si ka foli Ibn Taymijës, vetes i ka thonë. Para mendo çfarë jetë ka ky njeri, edhe çfarë jetë kanë dietar tjerë që janë dhënë më të mira se dunjës. Shtëpia të mira, mirë të thimit mira, ushqime në bulloke, lukse dhe kështu me radhë. Çfarë jetë kanë ata, edhe çfarë jetë ka ky njeri. Ama Ibn Kathiri thot, unë në vetën time ku më fol. Thot më tha Ibn Taymija, Allah më shëroft, o Ismail, leje sa ata s'ka kuptu Allah lezetin e ilmit. Pra ndërës. Ki ka fol vetës, a i ka thonë, ato që ka i të menuti, Allah se ka shiu knëtsin e ilmit. Po, ama historie e Ibn Taymijës qysh dihet, historie cila e kone mbushur me ilme dhe me vepër. Kur krejt janë friksu, ka shku ka fol vetë me komandantin e tatarëve. Bile kanë thonë, na murë në qafë. Kur na murë në qafë. Bile kur ka fol me komandantin e tyre, këto të tjertë i kanë ngre petkat, izarin, galebin që kanë pas, mos stërpikën prej gjakut të Ibn Taymijës kur t'ja ikin kryen qëtash. Edhe kur kanë dalë jashtë, i kanë thonë, ke jetë na marrë në qafë krejtve. Me këtë krye na marrë në qafë krejtve. Kështu i kanë thonë. Historia është e njëjtë vëllezër. Ky budallat merr në qafë. Çështu thonë edhe sot, edhe më herët kanë thonë. Ky nuk di, ky të merr në qafë. Edhe ato krejt janë bë bashk, e kanë lënë vetë Ibn Taymijën më u kthy në shtëpi. To ecë për rrugës, popullata ka marrë vesh çka ka ndodhur, kanë dalë turma të mëdhaja duke pyetur Ibn Taymijën, a këto tjerët për rrugë plaçkaxhit i kanë zonë edhe i kanë plaçkit, thuhet që edhe pekrat u kanë marrë. Thotë se të kutbe. Ky Kur'an nuk ja mundson me nxjerr thesaret prej tij pos atij i cili e ka për qëllim njohjen, diturinë, el-munshiatu lil-amal, e cila ndër vete ngërthen e ka edhe qëllimin e veprës. Ato e kanë dëgjuar pejgamberin çka më bën. Këtë më vëfu, më njëherë. Sa ka zbrit ndalesë alkoolit, fëmijët e kanë shpërndar informacion më njëherë. Kur ka informacioni, s'ka pas muhabet, më njëherë i kanë dhënë. Kanta që i kanë pas me alkohol. Pra janë nështruar Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, inna manhaj at-talaqqi lit-tanfidh wal-amali huwa alladhi sana'a al-jil al-awwal. Thot, marrja e diturisë për qëllim të veprimit me të është sekreti i cili e ka ngrit këtë gjenerat, e ka veçu këtë gjenerat. Wa manhaju at-talaqqi lid-dirasati wal-mata'i huwa alladhi kharraja al-ajyal allati tali. Thot, dhe metodologjia e të mësuarit veç për me mësu
veç për me ditë, veç për me pas kulturë të leximit, thot i kanë nxjerr gjeneratat pas shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta, thot sekreti i tretë, thot hunaka amilun thalithun jadirun bil intibahi wat tasjil. Thot ekziston një sekret i tretë i cili meriton të fokusohemi pak. Çka është ajo? Thot لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية. Kjo është, më me thonë, sekreti i ngecjes në gjeneratat e mëvonshme. Me të vërtet, njeriu i cili është fut në islam, tek pragu i tij, e ka zhvesh, e ka lanë të kaluarën e tij të xahiliyetit. Te pragu e ka lanë të kaluarën e tij të xahiliyetit. كان يشعر في اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهدا جديدا. Thot, në momentet e para kur ai vinte për të pranuar Islamin, e ndjente se është duke filluar një epokë të re. Munfasilan kull al-infisali an hayatihi allati ashaha fi al-jahiliya. Një epokë e re e cila është e shkëputur me të gjitha shkëputjet prej të kaluarës së tij dhe jetës së tij të xahiliyetit. وكان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاكي الحذر المتخوف الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام. Thot, karshi çdo gjaje nga epoka e xahiliyetit, ai qëndronte i friksuar, dyshim, me kujdesje, duke shikuar se të gjitha këto veprat e xahiliyetit dhe jeta e xahiliyetit nuk janë të përshtatshme për Islamin. Wa bihadha al-ihsas kana yatalaqa huda al-islam al-jadid. Thot, dhe me këtë ndjeshmëri e pranonte udhëzimin e ri të Islamit. E në qoftë se ndodhte ndonjëherë xahiliyetin me elan, nuk mund me fillu një epokë të re të Islamit dhe udhëzimit bashkë me vete edhe epokën dhe jetën e xahiliyetit dhe stilin e xahiliyetit. Jo. Kur fillojmë epokën të re të Islamit dhe të udhëzimit, epokën e xahiliyetit do të me shkëputje të prerë. Mos me pas asnjë lidhje me ta. Thot, e nëse ndonjëherë u ndodhte me nxjerr diçka prej adeteve apo mund ndiku me diçka prej xahiliyetit, ata dinin më këthi me njëherë. Pse? Se kanë lënë komplet. Ama kur ti jeton jetën i udhëzuar me stil të xahiliyetit, kur të gabojsh nuk duket shumë e madhe. Nuk duket shumë problem. Pse se është një farë, ka shumë ngjyra mrena dhe nuk duket problem. E bardha pak si me të përhimtën, pak si ka e bardha. Ama kur është bardh edhe zi, problem dallohet, më njëherë dallohet. E sahabët, edhe kjo është sekret shumë i madh, se ata janë nda nga xahilieti, janë nda nga shoqëria e xahilietit, nga stili i të jetuarit të xahilietit, nga traditat e xahilietit, nga botkuptimet e xahilietit, nga gjithçka që ka lidhur me xahilietin, janë nda. Dhe kanë filluar një epokë të re. Si duket ndryshe kjo epokë e re, si kur me marr një fëmijë të vogël 5-6 vjeçar edhe me fut me një dhomë burrave të mëdhaj. Zit çka të bëhet tash, atë ulët, atë rjen kam, atë ju fole, mos ju fole, ku të ulët, atë në kryet vetë, atë dera, zit çka të bëhet. Duhet me tregu para vallës kur të hysh në ndonjë e burrave, dush mi përshëndet. Nga ana e djathtë dush më ul te dera. Çu mi tregu, apo. Kur është kështu e ka panika, zit çka të bëhet. Kështu i ka panika kuptimin e fjalës shokët e pejgamberit se kur janë futur në Islam. Çka të bëjmë? Se në me xahiliet e din çka të bëjmë. Po tash kjo e kanë kuptuar thelbësisht Islamin. E kanë kuptuar atë fjalën la ilaha illallah shumë mirë. Shumë e kanë ditë që pas kësaj, këtu e ka pas problemin Abu Jehli.
dhe të tjerë për mushrikëve. Sa ata kanë ditë që në moment kur thonë la ilaha illallah, krejt xahilitin i thonë lam të mirë. Kjo nuk është e lehtë. Kjo s'ka qenë e lehtë. Ka qenë e lehtë për atë të cilët Allah ja ka lecuar dhe ka hap zemrën. Pra, kjo ka qenë ndarja e rrugës mes epokës së xahilitit dhe epokës së islamit. Thot hoxha nahnu al-yawm fi jahiliyatin kal-jahiliyati allati asaraha al-islamu aw adlam. Thot sot na jemi në një ignorancë, në jahiliet, sikur jahilijeti me cilën është ballafaqu Islami bile edhe më e errët. Kullu ma hawlana jahiliya. Gjithçka çka na thon neve është jahiliet. Bot kuptimet janë të xahilietit, besimet janë të xahilietit, adetet janë të xahilietit, burimi i kulturave është të xahilietit, arti dhe kultura janë të xahilietit, dispozita dhe ligjit janë të xahilietit. Hatta al-kathir mimma nahsabuhu thaqafatan islamiyya, fa derisa dhe shumë prej asaj që konsiderohet si kulturë islame, si bazament islam, si filozofi islame, si ideologji islame, huwa kedhalika min sun'i hadhihi al-jahiliya, por edhe kjo po ashtu është prej krijimit të këtij jahiliet. Jahiliet. Ka ta ktheshujnë në jahiliet. Deri në çfarë grad, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Deri sa çfarë ata futën në vrimën e hardhuçit dhe aty kemi një. Dhe kështu ka ndodhur. I thanë, ja Rasulullah, al-yahudu wan-nasara, i thanë jehudët dhe krishterët, apo kush tjetër pas tyre. A e dim sekretin pse vrima e hardhucit? Pse jo ndonjë vrim tjetër? Pse vrima e milingonës për shembull? Po hardhucit ka përmendur asnjë. Khudra dabbin, kharibin. Ka thonë dietar për shkak se hardhuci nuk është i mençur. E bën vrimën e tij pa dalje tjetër. Do më thonë çës sokak. Çoson puna, ato me hin çës sokak, pa rrugdalje edhe aty keni me hin. Dhe kjo ka ndodhur. Dhe kjo është duke ndodhur. Dhe për këtë shkak thotë Said Kutbi, ka ta kthej shkryjën në xhailiet. Hajde që kupton ç'është duhet mëse. Për shkak se ai që se kupton ç'është duhet na gjenerata dhe periudha më e mirë e islamit në historitë e njerëzimit. Kështu e shohin gjendjen. Kështu e shohin gjendjen, ama realiteti duke bazuar në ajete dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka tasillsh është jahiliet. Lidhalika la tastaqimu qiyamu al-islam fi nufusina. Thot për këtë shkak vlerat kulturore të islamit nuk mund me qëndru tek na. Wala yattadhihu tasawwur al-islami fi uqulina wala yanshu fina jilun dakhmu min an-nas min dhalika at-taraz alladhi ansha'ahu al-islam awwal marratin. Thot për këtë shkak nuk mundet të ecim përpara teoritë e islamit në mendjet tona, edhe nuk mundet të lind një gjenerat për sa vazhdon kështu gjendja, se ka me lind, ka me ardhur gjenerata e mirë, ka me ardhur. Thot dhe nuk lind një gjenerat e mirë që shka qenë gjenerata e parë e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ajo çka na duhet ta dim kur lexojmë Kur'anin është që ta kuptojmë prej Kur'anit çka Allahu don prej neve. Jo diçka tjetër. Do thonë, kjo do të më qenë qëllimi i parë. Kjo do të më qenë synimi jonë, me kuptu prej Kur'anit çka na urdhnon Allahu me vepru dhe prej çka na ndalon Allahu xhela xhela. Kjo do të më qenë qëllimi. Pastaj, duke vepru këta, përfitojmë lëmi tjera. Hiç të problem. S'kan ku më shku lëmi tjera. Mirë, po qëllimi do të qenë me mësu Kur'anin, me mësu sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për me veprua. Dhe kjo e ka bërë dallimin me xheratës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe xherata të tjera. Në vazhdim, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.